Dy janë organet që e vuajnë më shumë stresin. Sistemi kardiovaskular dhe sistemi digestiv. Dikush tjetër e reflekton stresin me diare. Diare në ushtarin në luftë. Bie pushka e parë. Po. E keni dëgjuar që ops duhet me ndru pantallonat nga frika. Pra, krijohet një hiperperistaltik e zorrës. Të gjithë njerëzit refluksojnë, edhe njerëz më normal me refluks. Ajo që diferencon njeriu më normal nga ai njeriu që ka shqetësim ose që refluksi krijon sëmundjen e refluksit gastroezofagal është shpeshtësia dhe prania e acidit kloridrik të shtuar në stomak. Ushqime që japin refluks nuk ka. Dëgjoj shumë që mos ha mish. Un kam të rjetën si kam thënë njëri mos ha mish. Tashi doli piramida e përmbysur. E pe? E kam parë. Dhe mishi doli në krye prapë. Kam të rjetën që them ç'keni me mishin. Do duhet të fillonin me një pyetje elementare. Cilat janë disa nga ankesat më të shpeshta që njerëzit kanë në lidhje me stomakun dhe aparatin tretës, përkryesisht me pjesën e sipërme të aparatit tretës? Aparati tretës dhe abdomenin në përgjithësi është shumë i pasur në organe dhe rrjedhimisht është i pasur edhe në simptomatologjinë që shfaqin sëmundje të ndryshme ose funksione të organeve. Ne shpesh i ndajmë në planin funksional, pra aparati tretës i sipërm kryesisht përbëhet nga ezofagu, stomaku, duodeni. Edhe fillimi i zorrës holl, të cilët mund të shfaqin edhe fenomene funksionale të funksionit pa qenë të smur. Në herë të nxitur edhe nga një mot i keq, ose nga një keq ushqyerje e momentit, ose kushte të stresit, ose gjëra të kalueshme. Nga ana tjetër, sigurisht që ky është një segment që mbart shumë nozologji, shumë smundje, duke filluar nga ato që ne i konsiderojmë si më të lehta, më të kurueshmet, sigur janë ezofagite, nga refluksi, gastrite, e deri tek ulçerat që duan trajtim specifik, edhe kanceri i stomakut, pastaj që mund të krijohet. Nga përvoja juaj, cila prej tyre injorohet më gjatë para se njerëzit të vinë dhe të kërkojnë ndihmë tek mjeku? Mënyra se si njerëzit kërkojnë ndihmë, jo gjithmonë i përgjigjet realitetit të mundjes ose të nivelit të dëmtimit që ka ndodhur në këtë pjesë të aparatit tretës. Sepse ka element që japin shumë shqetësim, po ndërkohë nuk është që përfaqëson një sëmundje të mirëfillt që kërcënon shëndet. Ndërkohë të tjera zhvillohen e heshtje. Deri ditën që e nxjerrin, siç themi ne nxjerrin kokën ose krijojnë një situatë shumë kritike deri në masën e ndërhyrjes operatore. Një nga problemet që unë dëgjoj nga miq të mi, moshatar të mi, që përballen dhe vetë është dhe refluksi i stomakut. Dhe duket sikur është kthyer në diçka të zakonshme me të cilën thjesht duhet të mësojmë të jetojmë. Jam kurioz fillimisht të di pse është kaq i përhapur sot si problem krahasuar me më parë. Mua më vjen mirë që të cilësohet si problem i përhapur, jo se është vërtet më i hapur se më parë. Por kjo tregon që njerëzit, se s'duhet të quaj pacient, njerëzit e zakonshëm janë më të ndërgjegjësuar. Pra, janë më të ndërgjegjësuar në sensin që e ndjejnë shqetësimin dhe e tregojnë. Ndryshe nga shumë kohë më përpara që këto shqetësime i mbanin të mbyllura dhe nuk i tregonin, sepse për arsye turpi, frike, gjëra që ne nuk i shpjegojmë dot gjithë tash dhe nuk është, besoj unë, nuk është pjesë e diskutimin që po bëjmë bashkë. Refluksi është një fenomen shumë i përhapur, jashtëzakonisht shumë i shpeshtë. Refluksi mund të jetë fare rastësor, okazional, thjesht për faktin që dikush hëngrin çik më shumë se ç'duhej. Ose hëngri në kohën e gabuar, në darkë. Nëse në darkë, mos u habit që të kesh refluks natën. Pse? Sepse stomaku mbushet aq shumë me ushqim, dhe natën trupi bie në qetësi, dhe siç bie trupi në qetësi, bien edhe zorrat, të cilat nuk janë të përgatitura për të marrë dhe për të sjellë gjithçka ka mbush stomakun lupsi në darkën paraardhëse. Çfarë bëhet? Ushqimi mbetet në stomak dhe kur bie të flesh, një pjesë e tij regurgiton, kthehet mrapsh në ezofag dhe ndodh fenomeni refluksit. Pra ky është okazional, i varur nga një
situatë specifike. Refluksi gjithashtu mund bëhet kronik, në kuptimin që kur një pacient në këtë rast, do thosha një person, ka një hernie hiatale, pra ka një pjesë të stomakut që kalon mbi diafragmë. Dhe në këto kushte krijohet një kalim i kundërt me lëvizjen fiziologjike, e cila shkon ezofag, stomak, duoden, zoreholl, në këtë rast krijohet e kundërt, stomak, ezofag. Dhe këtu krijohet një refluks. Kjo është më e shpeshta. Problemi i refluksit është që të gjithë njerëzit refluksojnë. Çdo njeri bën refluks. Edhe njerëz më normal bëjnë refluks. Ajo që diferencon njeriu më normal nga ai njeriu që ka shqetësim ose që refluksi krijon sëmundjen e refluksit gastroezofageal është shpeshtësia dhe prania e acidit kloridrik të shtuar në stomak. Pra në qoftë se bën refluks disa herë në ditë njeri krejt normal nuk as e kupton që po e bën. Kurse në qoftë se e bën njëri që vuan nga hiperaciditeti dhe këtë refluks e bën shumë dëndur, shumë shpesh, atëherë ky refluks shoqërohet me sëmundjen e refluksit, e cila është zakonisht ezofagiti. Që fillimisht është ezofagiti peptik, që karakterizohet nga inflamacion i segmentit të fundit të ezofagut, deri në erozion e dëmtime të mukozës dhe më pas dhe në ezofagit Barrett, që është një nozologji e veçantë me metaplazi gastrike në ezofag. Cilat janë disa nga ushqimet ose pije që e shkaktojnë refluksin afatgjat? Shiko, unë doja të bëja një sqarim. Refluksi së pari ndodh nga ndryshimi i anatomisë, pra sikur se shpjegova ndodh hernie hiatale. Pra është faktori kryesor i refluksit. Pra faktori kryesor i refluksit vjen brenda vetes tonë, në ndryshimin anatomik që ndodh në veten tonë. E dyta, nga funksioni në sensin që ne japim mbingarkesë stomakut. Përsa i përket të gjithë gjërave tjera, janë bërë shumë studime, me kafen, me pijet alkolike, me shumë gjëra. Faktikisht, kafja ka kriju shumë polemika në këtë sens, por me që kam lexuar dhe që shoh, nuk shoh një arsye fikse që kafja të jetë vërtet një faktor refluksi. Pijet alkolike janë faktor të ezofagitit. Pijet e forta alkolike, siç është për shembull whisky, mund t'japin ezofagit, pse se në qëndrojnë në fund të ezofagut dhe e djegin një çik ezofagut dhe japin ezofagit. Po jo se japin refluks. Përkundrazi, ato mund t'japin rritje të tonusit të sfinkterit të poshtëm gastroezofageal. Përkundrazi. Ushqime që japin refluks nuk ka. Refluksin, thash dhe njëherë, e jep anatomia, e jep dhe mbingarkesa e stomakut. Përsa i përket pijeve me gaz, këtu unë dua të ndaloj në një sens, se e shoh gjithmonë që edhe ju në media dhe të tjerë pije me gaz. Pije me gaz bëndojmë. Çfarë konsideroni ju pije me gaz? Frika ime mos më përgjigj. Frika ime është që pije me gaz që quheni Coca-Cola, Sprite, njëra tjetër. Një sekond. Ujë me gaz është pije me gaz? Ujë me gaz është pije me gaz. Ujë me gaz është i dobishëm dhe nuk bën asnjë dëm organizmit njerëzor. Përkundrazi, nxit peristaltikën dhe ndihmon zbrazjen edhe digjerimin në stomak. Nuk mund të themi ne që Coca-Cola ose Sprite ose që tash mos bëjmë anti reklam gjithë tyre janë pije me gaz dhe prandaj bëjnë dëm. Jo, ato nuk e bëjnë dëmin se janë pije me gaz. Ato e bëjnë dëmin se janë pije me sheqer të shtuar. Dhe ky është dëmi që shkaktojnë ato. Pra gjithë kjo gama e këtyre kanoçeve dhe shisheve është dëmi është që janë pije të cilat përmbajnë sheqer të shtuar, ngjyrus, kolorant dhe lloj substancash të cilat janë të dëmshme për organizmin njerëzor. Nuk është gazi dhe nëse i klasifikojmë pije me gaz, ne ndërkohë edhe ujin me gaz që ti se ke këtu. Ujin me gaz e klasifikojmë bashkë me ato, jo se është vërtet. Uji me gaz është ujë me gaz. Nuk bën asnjë dëm, përkundrazi është shumë i dobishëm. Po pijet energjike? Pijet energjike pastaj kanë të tjera element.
edhe pjetet energjike, unë nuk besoj dhe nuk mendoj që shkaktojnë refluks, përkundërzi në herë ato mund të shkaktojnë edhe hipertonicitet të sfinkterit poshtëm. Ato kanë domet atyre, kanë dome sidomos në veshkat, në sistemin nervor qendror, edhe gjëra të tjera pastaj që kjo është temë tjetër që s'është gastrointestinale. Gjatë kohës që po flisnit për problemet që shkaktojnë pijet e forta alkolike, përmendët edhe ezofagitin dhe në qoftë se mund të bëjmë një sqarim pak të thjeshtë se ku dallon refluksi nga ezofagiti? Ezofagiti është pasojë e refluksit. Pra refluksi është kalimi i lëngjeve të stomakut në ezofag. Në qoftë se kjo bëhet kronike, këto lëngje, sepse stomaku funksionon në kushte hiperaciditeti. Pra aciditeti të lartë. Ose të pH-it të ulët. Se ne themi aciditeti i lartë, pH-i ulët. Kurse ezofagu punon në kushte norm aciditeti. Dhe në qoftë se vjen refluksi, pra vjen sasi e lënjeve gastrike në ezofag, ato sjellin acidin me vete dhe djegin. Dhe sëmundja e refluksit është ezofagiti, është pasojë. Është pasojë. Ezofagiti mund të ndodhi edhe pa refluks. Sikurse mund ndodhi nga pijet e forta alkolike, mund të ndodhi nga preparate të caktuara, sikurse janë një pjesë e preparateve antiinflamatorë. Një nga faktorët që fajsohet më shpesh jo vetëm në probleme me stomakun, por në përgjithësi me probleme shëndetësore është dhe stresi, i cili është rritur vitet e fundit. Dhe jam kurioz çfarë shkakton më konkretisht stresit në aparatin tonë tretës, domethënë si ndikon, sepse kur për një njerëz që nuk ka informacion siç jam dhe vetë, duket pak e pamundur që një gjë kaq e jashtme që nuk është një ushqim, nuk është një pije që nuk e fusim direkt në organizëm, prek në mënyrë direkte stomakun. Ne si krijesa njerëzore, si human being, ne i përkasim botës shtazore. Pra ne jemi krijesa më superiore në botën shtazore. Në të gjitha kafshët që na rrethojnë janë në kushërinë tanë shumë të afërm. Mund të kemi një ndryshim ADN-je për aq pak përqind sa ka truri. Po ndërkohë ajo që na bën ne të ndryshëm është truri. Truri në disa element. Një element është truri në funksionet neurologjike. Pra në ato funksione që na jep në mundësinë të funksionojmë si krijesa më mirë se kafshët. Mos harrojmë që disa kafshë funksionojnë në planin neurologjik më mirë se ne. Felinët janë më të shkallët se ne në funksionin neurologjik. Pra në qoftë se ne të dyve na del një gjarë për këtu, ne dorëzohemi. Në qoftë se ka një felin, të themi macja, që është felini më familjar, se do tjerët janë tigrat, sa gjëra tjera që besoj i shohim në televizor. Macja e kap atë gjarpin më shpejt se sa neve, sepse funksioni i saj neurologjik është më i shpejt. Po ndërkohë ne kemi funksionin psiqik që na ndihmon. Dhe në saj të këtij funksioni psiqik, Homo sapiens ka arritur që të shkojë mbi kafshët e tjera, mbi kushërinë e parë, që janë majmunët e disa lloj rendeve, dhe mbi familjarët më të afërm që është Neandertali. Ne si Homo sapiens e zhdukëm Neandertalin. Probabilisht asimiluam dhe mund të kemi e 2-3% ADN, sidomos në disa zona të Europës, jo Neandertali. Kemi psiqikën. Psiqika që na udhëheq, psiqika që na jep intuit dhe inteligjencën. Çfarë bën stresi? Stresi bën një gjë, të shpërqendron nga mendimi i zakonshëm. Dhe tjetra është që në planin psikoneurologjik, stresi shkakton ndryshime në organizmin njerëzor, të cilat njeriu nuk i kontrollon dot. Atëherë, në qoftë se ti do të më thuash mua, ti nuk e di, në qoftë se je natyrë flegmatike, po një njeri që është me emocione në nivel të lartë, e di që në momentin që bëhet nervoz dhe bën një sherr, atëherë vërtet, në mënyrë të pakontrolluar, dhe dalin shumë spërkla të poshtymës. Pse? Nga që vërtet? Jo vetëm nga që vërtet,
Po sepse gjëndrat e pështymës prodhojnë më shumë pështym në kushtet e stresit se sa në kushtet e zakonshme. Krijohet një gjendje hipersekretore nga stresi. Dhe kjo gjendje hipersekretore nuk krijohet vetëm në gojë në gjendjen e pështymës, edhe në stomak. Dhe njeri që ka një tendencë të vuajë nga hiperkloridria, pra nga aciditeti i shtuar, në atë moment bën një krizë nevrastenike dhe i dhëm stomaku. Pse? Se bën një shpërthim acidi kloridrik brenda në stomak. Dhe kjo jep këtë shqetësim. Dikush tjetër reflekton në mënyrë tjetër, me takikardi, me rritje tensionit. Dhe prandaj unë them që dy janë organet që e vuajnë më shumë stresin. Sistemi kardiovaskular dhe sistemi digestiv. Dikush tjetër e reflekton stresin me diare. Diare në ushtarit në luftë. Bie pushka e parë. Po. E keni dëgjuar? Që ops. Duhet me ndru pantalonat nga frika. Lirohen, pra krijohet një hiperperistaltik e zorrës. Unë kam pas student që i kam nxjerr nga klasa në provim për shku ke banja ngjit dhe i kam toleru s'ka gjë. Ndërkohë kishte marrë tezën dhe nuk mund të dali studenti kur ka marrë tezën. Mi po ati i kam thënë mirë s'ka gjë, lëre tezën këto i ka atje. Se dash edhe për bëri kopje, unë e kuptoj që kopjoj. Pra stresi na komandon shumë funksione. Jo se shkakton sëmundje organike. Nga stresi vështirësisht që ti të smuresh ka në i gjë. Por çrregullon funksionet e organizmit tonë. Dhe ndërkohë, duke çrregulluar këto funksione, mund të ndodhi që stresi të agravoj sëmundje ekzistuese. Pra njeri që është e predispozuar të ketë një ulçër, nga stresi, ulçra e acerohet. Neve kemi edhe në problemet e poshtme të sëmundjes inflamatore të zorrës, kolitit ulçeros, është tipike që ne pacienti na çekuilibrohet për shkak të një stresi. Që do më thëmë, umbja një njeriu të afërm, ose një, këtë janë fatkeqësi, në familje zakonisht, qoftë dhe një problem profesional, që e agravon sëmundjen. Një pyetje të fundit, e di që është pak kufizuese, po nëse do zgjidhni një gjë që duhet ndryshuar në mënyrë të menjëhershme, në mënyrë imediate për ta bërë aparatin tretës më të shëndetshëm, cila do ishte ajo? S'ka. Nuk ka një gjë imediate. Shiko, aparati tretës është pjesë e gjithë organizmit. Pra, ne jemi organizma në tërësi ashtu sikurse jemi. Nuk ka një gjë specifike që ti mund ndihmosh. Ajo që do të thosha unë i bashkon elementë ndryshëm të sistemeve të organizmit njerëzor, duke përfshirë aparatin tretës, probabilisht është stili i jetesës. Stili i jetesës, që do me thëmë, një jetë e shëndetshme ndikon mirë edhe në planin neurologjik, dhe në planin kardiovaskular, dhe në planin gastrointestinal, dhe në planin muskulo-artikular dhe skeletor. Dhe unë nëjherë personalisht i them pacientëve ose edhe familjarët të pacientëve, këshillat që i jap në planin dietetik, i jap për ata, po ndërkohë të më dëgjojnë edhe bashkëshortja ose ose pse i them, këto vlen dhe për juve. Në sensin që në qoftë se unë kam një djalë me një problem, i cili është 30 vjeç, baba i vet është 60, mama e vet është mbi pesh, i them këto porosi që po e jap ju vlen dhe juve. Pse? Sepse shmangin shumë probleme të tjera. Kjo është që i bashkon të gjithë të gjëra tjera. Sigurisht dhe stresi, meqenëse ju e përmendët, stresi është njeri duhet të jetë i qetë. Njeri duhet që të bjerë në paqe me veten. Që të jetë njeriu i qetë njëherë duhet të jetë i bindur që po merr më të mirën nga jeta në bazë të aftësive që ka. Njeriu mund të pretendojë të marrë nga jeta një pafundësi gjërash. Unë do kisha dashur shumë të shkoj në planetin Mars. Por, në bazë të aftësive që kam, unë shkoj që këtu deri këtu. Dhe unë do të jemi kënaqur me këtë. Dhe të kem ambicie për të bërë dhe një hap më shumë ndoshta. Po jo për të kapur të pamundurën, se për ndryshe unë do vdes nga stresi me në një strok ose në një gjë tjetër.
Kështu kthehemi edhe ke ushqimi. Qetësia shpirtërore dhe një ushqim i mirë janë ato që bashkojnë gjithë sistemet, edhe që mund t'i këshillojë çdo njeriu pa frikë se po ja jep për një sistem apo një sistem tjetër. Dhe bazat, ne fatmirësisht jetojmë në një vend i cili është i mbushur me probleme, sikurse unë e di, edhe ti e di shumë mirë dhe njerëz që na rrethojnë, por ne kemi ca gjëra që jemi në një vend me diell, pavarësisht nga përmbytjet që ndodhin her mas here, po ne jemi në një vend me diell. Jemi në një vend me plazh, ne kemi vi bregdetare, ne kemi peshk, kemi mish akoma, kemi zarzavate, perime, e në fundit edhe ato që nuk prodhohen të gjitha në dikur thoshim o të jetë nga Shqipëria o s'ka. Tash vjen nga Maqedonia, ne promovojmë nga Maqedonia në fare, se fundit janë produkte fshatare shumë të kontrollume, ndoshta edhe më të kontrollume se këto të Shqipërisë. Unë po të them, unë isha tash një muaj në Amerikë, nuk ishte një kokër domate të mantëra domate. Është vërtet. Kështu që ne kemi fatin të kemi dietë mesdhetare. Në vërtet vajin e ulliri nuk e kemi ashtu si duan ato atje ekstra virgin me gjithë kriteret. Po, a e kemi vaj ulliri për vërteti pjeson të madhe, për sinqert. Kjo është dieta mesdhetare. Peshk, bulmet, mish, dëgjoj shumë që mos ha mish. Unë kam të rjetën si kam sa njëri mos ha mish. Tashi doli piramida e përmbysur. E pe? E kam parë. Dhe mishi doli në krye prapë. Kam të rjetën që them që keni me mishin. Kujdes salamin. Kujdes prosciutën, kujdes mishin e përpunuar, të kripurt, të mosur, sepse ai mbledh nitrate, mbledh gjëra, po jo mishin e freskët. Ne kemi akoma mishin e freskët. Ai biftek madh. Kënaqu, bile për mua edhe një çik djam nëse ka punë madhe. Bëj një vrap, digje. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.